Me nisjen e foltoreve dhe analizës së humbjes së zgjedhjeve, Partia Demokratike ka rifilluar takimet me aleatët e saj për të diskutuar në lidhje me propozimet që opozita do të ketë për reformën zgjedhore dhe atë territoriale. Në tryezën me aleatët, Berisha theksoi nevojën e ndryshimit të kodit zgjedhor, duke thënë që sistemi më i përshtatshëm do të ishte ai rajonal. Në këtë situatë, unë do t'u garantoj për vullnetin e plotë të Partisë Demokratike të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin, pra pas një lloj pretendimi që ne do të qëndrojmë në përzgjedhjen tonë pa mirëkuptimin dhe ujdin me ju. Teksa e vë theksin tek përfshirja e rekomandimeve të OSBE-ODIR në reformën zgjedhore, kreu i Demokratëve thotë se për sa kohë Edi Rama është kryeministër, në Shqipëri nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme edhe në të ardhmen. Zgjedhjet nuk i fitoj nga ligji Edi Rama. Zgjedhjet Edi Rama i fitoj nga droga. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Reforma territoriale sipas Berishës kërkojnë ndryshim të thellë, pasi me ndarjen territoriale aktuale, ndarjet e bashkive nuk janë bërë në proporcion me numrin e qytetarëve. Ky bëri një antireformë territoriale. Qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 bashki, qarku i Gjirokastrës me 120.000 banor ka 7 bashki. Është dyfishuar numri i parazitëve mbi qytetar. Ne nuk i qëndrojmë skemës së mëparshme. Nuk themi se 410 bashki dhe komuna do t'jenë, se disa prej tyre ju garantojnë ju, ka ngel vetëm stane bagtish tani, njerëzit kanë ikë. Nga tryeza me aleatët, Berisha nuk harroi të përcillte edhe një mesazh për kritikët e tij. Të gjithë ata që mendojnë ndryshe kanë mungesë të kulturës elektorale, ligjore, s'është mëkat mos e kesh, ju i dëgjoni sot se si akuzojnë popullin, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajin Edi Rama dhe regjim, po e ka fajin opozita se nuk i frymëzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Me duhet t'u them këtyre se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira. Ju rikthye akuzave ndaj kryeministit Edi Rama dhe Belinda Ballukut. Ushtron terror mbi gjykatën kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht. Hajdut me tunelin e Llogaras e ka marrë zënës ministre e ka çuar zënës kryeministre ka çuar në Ankara bashkë me te, kanë bërë pazarin me 50 milion euro si fillim dhe tani mashtron siç është patrupsisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Në këtë tryezë që kishte si qëllim forcimin e bashkëpunimit, aleatët kishin kritika për mënyrën se si ata janë trajtuar nga Partia Demokratike dhe se si forca më e madhe opozitare po vijon aksionin e saj kundër qeverisë Rama.